Abuzoi me vajzën 12 vjeçare në Patos, nëna meslotësh. Kjo histori vazhdon prej vitesh. Një ngjarje e rëndë është raportuar në fshatin Sheqisht në Patos, ku një 12 vjeçare dyshohet se është abuzuar seksualisht nga babai i saj. Nëna e vajzës, duke folur për media, të shprehur se vajza ishte larguar nga banesa në orën 4 të mëngjesit dhe ka shkuar tek fqinjët pasi dyshohet se ishte përdhunuar nga i ati. Gruaja 30 vjeçare ka treguar se vajza është abuzuar sistematikisht që në moshën 5 vjeçare dhe kishte sjellje agresive, por nuk i kishte treguar askujt për këtë ngjarje të rëndë. Jam nënë e 7 fëmijëve. Mbrëm ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë. Në orën 04 më njoftuan vajza e dytë që ka ikur vajza e madhe nga shtëpia. U ngrita dhe nuk e gjeta vajzën, njoftova policin. Policia e gjeti vajzën. Ajo kishte treguar që babai e kishte përdhunuar. Kur shkova në polici, mora vesh çfarë i kishte bërë babai. Goca nuk fliste fare, ishte acaruar, zihej me vëllezërit dhe motrën. Vajza kaloi në depresion sa u detyrua u largua nga banesa. Vajza kishte deklaruar se kishte përdhunuar edhe më parë që 5 vjeç. Unë nuk dija gjë. Kur e mora vesh, më ra si bombë. Vajzën e kanë çuar në Tiranë tani për rehabilitim, të kalbet në burg, të marrë dënimin e merituar. Unë do të bëhem një nënë e fortë për fëmijët e mi, tha ajo për mediat.